A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Humdi takon Allahut subhanahu wa taala, salatat dhe selamet kofshin mbi dërgumin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë ditën e gjykimit. Lut Allahun azza wa jall me emrat e tij të bukur dhe me cilësitë e tij të mira që Allahu këtë mërhum, këtë vëlla tonin, këtë bab, këtë dashamir Allahu ta mëshiron. Varin t'ja ban një bavçe prej bavçeve të xhennetit, ku surrat afadh magfirat t'ja ban dhe ta forcon duke ju përgjigj di me laçeve të cilët Allahu subhanahu wa taala në tash që këto momente vllaut ton ja kthen shpirt. Dhe i parashtron 3 pyetje: kush është Zoti jot, kush është pejgamberi jot dhe kush është dini jot. Dhe këto pyetje vëllezër të dashur janë më të rëndësishme që ne këtive përgjigjeve me ju dhon këtë dunjë. Në këtë botë me punua. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë për ditëve kur e varrosin një shok të vetin, e varrosin një mik të vetin, e varrosin një dashamir të vetin dhe ju drejtut pranishmeve gjithve dhe ju tha: li mithli hadha al-yawmi fa'iddu. Tha ju musliman, për këtë ditë banuni gati, për këtë ditë banuni hazër, për këtë ditë që nuk ban dobi në këto momente, këto qaste, as pozite, as karit, as gjon këtë dunjo, illa menet Allah bi kalbin selim, përveç ai i cili vin me zemër të pastër, me zemër të mbushur me iman, me vepra të mira, me tauhid dhe me besim, e këtij do t'i ban dobi, edhe do t'jetë prej atyre të cilët Allahu subhanahu wa taala i thirr dhe ju thënë me laçet kur vin m'ja mor shpirtin: irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tha: o ti shpirt mirë, o ti imanli, o ti i cili ki fal 5 kohë namaz, ktheu te Allahu subhanahu wa taala. Allahu është i kënaqur me tije dhe ti je i kënaqur me Allahun subhanahu wa taala. Vëllezër të dashur, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe na tregon Muhammed Mustafaja se Allahu subhanahu wa taala në këtë çaste ja zbrit shpirtin dhe kin njeri ngjallët dhe i ndëgjon zhurmët e ecës kur ta lojmë ne. I ndëgjon dhe do të vinë me laçet me pyet siç thash më herët: kush është Zoti jot, kush është pejgamberi jot dhe kush është dini jot. I vetmi sen i cili ka me të bëu dobi që këto dhe mu përgjigj këtyre pyetjeve është namazi. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: men hafadha alejhinne kunna lehu nurun wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah. Tha kush i fal 5 kohë namaz, i ka 3 shpërblime, është nur natën e varrit dhe është nur ditën e gjykimit. Wa kunna lehu burhanan, edhe argument se e ka pas Zotin, Allahun e ka pas Zot, se kur ka thirë zoni Allahu Ekber, i kalon gjitha onësh, i kalon punën, e kalon interesin, e kalon kojen, e kalon epshin, e kalon egon dhe ju ka përgjigj thirrjes dhe ka fal namazin. Andaj vëllezër të dashur, gjithë secili prej neve let bindet me një sen se këtu është fundi, këtu gjithçka merr fund dhe nuk të ban dobi dhe nuk shoqëron në varr vetëm se namazi dhe veprat e mira. Për këtë lusna Allahun azza wa jall që edhe një herë merhumin Allahu ta fal, varin t'ja ban një bavçe prej bavçeve të xhenetit, ku surrat afa dhe magfirat, edhe në emër të familjes gjithë pranishmeve, Allahu ju shpërbleft për çdo hap të cilin keni bëu. Për çdo hap të cilin e keni bëu, Allahu ka një sevap ja u shkruajt dhe nga një gjuna ja largoft. Në emër të familjes i pami do të jetë 5 ditë tek restoran Sara, domethënë në Serov. Për këtë gjithë secili edhe një herë Allah ju shpërbleft, Allah ju nderoft, wa akhir dawan alhamdulillah rabbil alamin. 5 ditë. I pami do të jetë 5 ditë te restoran Sara. Allah razi, Allah ju kënaqë inshallah.